Faleminderit shumë. Në fillim kam qejf me përshëndet gjithëve, të falenderohemi qeverisë Shqipërisë për këtë organizim madhështor, të përshëndes panelistat, ministrat, përfaqësues të organizatave cilat kanë ardhur nga rajoni, nga Evropa, nga Shtetet e Bashkuara, dhe para se ju përgjigjem këtë pyetje çfarë keni shtruar, po përgjigjem në këtë pyetje si e keni shtruar emrin e panelit. A jemi të i bëha atë çka duhet? Unë mendoj se sot jemi të i bëha atë çka duhet. Sot jemi së bashku, sot jemi të diskutu, sot jemi të i hap tema cilat kanë të bëjnë me diasporën dhe me problemet e shqiptarëve në rajon ose në botë, por pyetja është a kena me bëha atë çka duhet nesër apo a kemi bëha atë çka duhet dje. Dhe nëse nga ky summit niset një mesazh unik për cilin besoj se do të nol, se kur dalim kja dere pallatit, kur shkom në shtetet, në rajon apo ku dasi jemi në përbot, të maskarom se duhemi të gjithë të jemi unik në mbrojtje të drejtave tona. Dhe para se ju tregoj situatën në Mal të Zi apo çka mundna na mësu pi Malit Zi, unë kam qef me nis një mesazh cili ka të baj pikë parit me Maqedoninë, se të gjithë duana me qenë të gatshëm të mbështesim shqiptarët në mbrojtjen e drejtave cilat janë arritur. Drejta cilat janë arritur nuk munden të devastohen. Da me thanë, atë çka ishtë drejta arritur mundet vetë mu avansu, me qenë ma shumë drejta se katesh, por duhemi me qenë unik, së bashku të gjithë të tregojmë se me shku mbrapa nuk ishe pranueshme dhe do të marrim masa sa kush mundet nga politika, nga organizatat jo qeveritare, nga universitetet, nga njerëz intelektual si të mbrohen ata drejta. Unë e vi nga Mali Zi dhe Mali Zi ka një ide të përbashkët me Shqipërinë dhe unë jam shumë i kënaqur si sot në mëngjes kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka nënvizu këtë si një arritje e madhe politike e cila pret edhe Shqipërinë, por edhe gjithë rajonin. Na së bashku duhemi të integrohemi në Bashkimin Evropian dhe aty do të tokohen tanë popullit e Ballkanit Perëndimor. Aty do të jemi gjithë së bashku dhe kja do të jetë arritje historike për gjithë gjeneratat cilat jetojnë pa marrë parasysh në Shqipërinë, Malzinë, Kosovë, në Bosnë, kudo, dhe ideja ishte si bashkë shkom drejt ati qëllim. Besej se në këtë moment jena pak në avantazh, e vërtet ishte se Ferit Hoxha me skuadrën e vetë do të bajnë çmosin të na arris, ndoshta edhe të na kalojnë. Unë e uroj çdo sukses si Shqipërisë, ashtu edhe Maqedonisë, Kosovës, gjithëve në këtë drejtim, por pa marrë parasysh kush mritën ma pare, ma vonë, ideja ishte njëjtë. Na duana me frymëzu njëri tjetrin. Pa frymëzim njëri tjetrit, mendoj se çdo kush ka me qenë në humbje. Vjen një dekat, besoj për 2-3 vite, cila ka me qenë dekat shumë pozitive për të treva, dhe na duhemi shumë ma shpesh mu taku, me bisedu, lidhur me projekte, cilat kanë të bajnë edhe me ekonomi, edhe me kulturë, edhe me politikë, dhe të jemi gatshëm për një armëri shumë ma të bukur. Pa përfundej, nëse nuk do të bashkëpunom, na do të shkojmë në konflikt. Besej se çdo kush sa të shef se sa i damshëm ish konflikti. Mali Zi këtë e ka në trup të vetë. Sa i damshëm ish konflikti me Kajshi, me Rrethin, me rajon. Çoni gjithë së bashku të bëjmë diçka, të bashkohemi, të kemi partneritet, të kemi respekt për njëri tjetrin dhe të jemi shumë të kënaqur kur çdo kush prej neve ban dhe një sukses. E dim se pa shqiptar në rajon nuk ka progres dhe atë rolin e vet edhe atë responsibility, atë gjatë çka e kena na në krah të vet duhet mi qitë edhe në fund. Besej se ardhmëria gjithve neve ishtë në Bashkimin Evropian, e këta njerëz si kanë ardhur pi Shtetet e Bashkuara apo pi vendeve ma të zhvillume, mendoj se shumë shpejt ka i me menu se si me ardhë mrapa dhe investimet e veta dhe ardhmërinë e vetë mi pa
këto në Shqipëri, në Kosovë, në Maltëzi edhe në vende të Ballkanit Perëndimor. Ju falenderoj. Faleminderit.